Po në rastin e dhunës që është ushtruar në protestat e fundit njëra pas tjetrës, mendoni se duhet nisë një hetim nga prokuroria dhe nëse po, cilat janë akuzat që rëndojnë mbi Berishën? Por ajo është vepër penale. Kush e ka bërë nuk e dim. Ato do ta zgjidhi prokuroria me gjykatën, se është çështje profesionale, fajësia. Fajësia në termin ton juridik, në perëndimor është aksion, nuk është ashtu aq e thjeshtë. Është qëndrimi psikik i personit ndaj veprës. Ky është krimi. Pse? Pse është qëndrimi psikik i personit ndaj veprës? Edhe unë ju bëj një pyetje që e dini edhe ju. Pse nuk dënohet i çmenduri? Për një vepër penale. Po del. Sepse është qëndrimi psikik, edhe qëndrimi psikik është i smur. Pra, ky është krimi, qëndrimi psikik i personit ndaj veprës. Po tani kjo mund të merret edhe në formën që nuk nis hetimet prokuroria se e di se me kë ka të bëjë. Pra Berisha mund të bëjë çdo lloj veprimi dhe nuk ka asnjë lloj pasoje? Ja, Berisha nuk ka raport mjekësor, pra ato që bën. Në qoftë se do t'i bëjnë analizë, ne nuk e dim si det. Ai nuk ka analizë psikike në psikiatrinë ligjore, ja. Kjo e para, e dyta, nuk e di pse kufizohen, ka shumë arsye, po më mendje do të ketë arsye politike, se nuk jemi vetëm ne këtu ka dhe ekspertë huaj që drejtojnë pushtetin njësoj, ju do ta dini këtë. Ata janë ekspertë që kanë ardhur për ngritjen e nivelit të gjykatës dhe prokurorisë këtu. E kush e di ata mund të kenë dhe mendimin e tyre, lereni se çdo të acarojnë. Akuzat e Berishës janë shumë të forta kundra Spakut, sa është del nga seanca çdo të hënë kur është janë të frikshme deklaratat që bën. Po mirë, ju nuk e dini që çdo i pandehur godet pushtetin gjyqësor. Ne kemi aksion këtë. Në jurisprudencën europiane, jo tonë. Çdo i pandehur, çdo i akuzuar, se po flasim me terma më mirë, çdo i akuzuar për një krim godet prokurorin në të gjykatën. Sidomos prokurorin, sepse gjykata pastaj mund të marrë edhe pa fajësi. Por godet prokurorin, ti e di, ju e di, edhe këtu kështu edhe pse godet prokurorin tani, po flasim për caniun. Ç'ka s'ka folur ai për pushtetin gjyqësor përpara, por flet vetëm tani që është marrë si i pandehur tani unë, është në akuzë për korrupsion. Ata e thresin, dhe në fundit, e thritën.